Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur pi kafe në mëngjes, duhet urgjent ta dëgjoj këtë. Për shumë prej nesh kafja është më shumë se një pije. Ajo është një pjesë e domosdoshme e ritualit ton pasi zgjohemi. Është diçka që ne nuk mund të vazhdojmë ditën pa të. Por, ja çfarë ndodh me trupin ton pas shijimit të filxhanit të kafes. Në 10 minutat e para, kafeina hyn në sistemin ton të qarkullimit të gjakut dhe zemra juaj fillon dhe të rra dhe shtypja e gjakut fillon edhe duke u rritur. 20 minuta, ju do të filloni dhe të ndjeni akoma edhe më të përqendruar. Ndërkohë, më lehtë do të arrini që të merrni vendime dhe të zgjidhni të gjitha problemet. Kafeina nga ana tjetër mund t'ju ndihmojë edhe të ndiheni më pak të lodhur duke e lidhur receptorët e trurit me trupin tuaj. Në 30 minuta, trupi juaj fillon edhe të prodhojë më shumë adrenalin. Kjo mund të dërgojë në vizion më të mprehtë. 40 minuta, niveli i serotoninës në trupin tuaj fillon edhe që të rritet. Kjo përmirëson funksionin tuaj të neuroneve të cilat njëkohësisht rrisin fuqinë e muskujve. Në 4 orë, kafja mundet njëkohësisht që të rrisë shkallën në të cilën qelizat tuaja mund të lirojnë energji. Kur kjo ndodh, trupi juaj fillon që të ulë yndyrat, madje edhe nëse nuk lëvizni. Kafeina ndërkohë nga ana tjetër gjithashtu stimulon edhe rrit prodhimin e aciditetit në stomak. Sipas informacioneve, kafeina shkakton njëkohësisht efektin e urinimit. Përveç ujit, trupi juaj humb edhe disa vitamina dhe minerale të cilat janë tërësisht thelbësore dhe minerale esenciale. Kjo mund të dërgojë në një çrregullim të metabolizmit të kalciumit. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë të gjitha arsyet se pse kafja është e mirë për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, është e vërtetë që kafja sjell të mira për shëndetin, me sa duket po. Konsumimi të paktën një filxhan kafeje në ditë mund të sjellë disa përfitime për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, studime të shumta kanë treguar se kjo pije kaq e preferuar në mbar botën është e mbushur me substanca të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe njëkohësisht kundër sëmundjeve të zemrës. Sipas ekspertëve, ajo përmban gjithashtu antioksidantë të cilët mbrojnë kundër Alzheimerit. Ajo gjithashtu mund të zvogëlojë edhe inflamacionin e brendshëm dhe njëkohësisht të mbrojë kundër disa sëmundjeve. Për te i rritjes së energjisë, mënyrat se si kafeja ndikon pozitivisht në trupin tuaj dhe në shëndetin tuaj janë. Studimet e fundit kanë treguar se kafja shkakton më pak gjasa që ju të humbisni jetën nga disa shkaqe kryesore si për shembull sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, diabeti dhe po ashtu sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mundet që të përpunojë akoma edhe më mirë glukozën ose sheqerin. Kjo është teoria e cila fshihet pas studimeve të cilat të zbuluan se njerëzit të cilët pinë shumë kafe kanë më pak gjasa që të preken nga diabeti i tipit 2. Zemra juaj ka mundësinë që të jetë edhe më e fortë. Konsumimi i 1 deri në 2 filxhan kafeje në ditë mundet që të ndihmojë në parandalimin e dobëzimit të zemrës dhe po ashtu ajo mundet që të trajtojë mëlçin tuaj duke e bërë atë që të jetë edhe më e shëndetshme. Ullumtimet tregojnë se ata që pinë kafe kanë më shumë gjasa të kenë një shëndet më të mirë të mëlçisë se sa njerëzit të cilët nuk e pinë kafen. Ju keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet
me një shans më të ulët të zhvillimit të sëmundjes së Parkinsonit, por gjithashtu mund të ndihmojë ata me këtë gjendje që të kontrollojnë sa më mirë lëvizjet e tyre. ADN-ja juaj do të jetë edhe më e fortë. Kafja e pjekur zvogëlon gjithashtu dëmtimet e ADN-s të cilat ndodhin natyrshëm por që mund të çojnë në sëmundje tepër të këqija. Kafja e pjekur shumë gjithashtu zvogëlon dëmtimet e ADN-s të cilat ndodhin krejtësisht natyrshëm. Shanset për të prekur nga sëmundjet e zorrës së trashë do të ulen shumë. Studiuesit zbuluan se konsumuesit e kafes kishin 26% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje kolorektale. Gjithashtu ju mund të ulni rrezikun edhe për të prekur nga sëmundja e Alzheimerit. Konsumimi të paktën 2 filxhan kafe në ditë mundet që të sigurojë një mbrojtje të konsiderueshme kundër zhvillimit të kësaj sëmundje. Mundësitë që të pësoni një goditje në tru do të ulen. Për gratë, pirja të paktën 1 filxhani kafe në ditë shoqërohet gjithashtu me një ulje të rrezikut të goditjes në tru, i cili është njëkohësisht edhe shkaku më kryesor i humbjes së jetës, sidomos tek gratë. Sipas informacioneve, duhet të dini se edhe kur është koha ideale për ta pirë kafen e parë të ditës. Studimet të cilat kanë të bëjnë me kafen dhe efektet e saj në shëndet janë me të vërtet të panumërta. Njëkohësisht ndikimi i kafes në organizmin e njeriut është marrë shpesh nëpër analiza nga ekspertët dhe jo rrallëherë rezultatet bien ndesh me njëri tjetrin. Një pikpyetje e madhe gjithashtu është vënë shpesh në diskutim, e cila ka të bëjë pikërisht me kohën ideale të konsumimit të kafes. A është e këshillueshme që kafja të jetë gjëja e parë që ne duhet të pimë në mëngjes? Edhe kjo, me keqardhje, nuk është e rekomanduar nga specialistët. I gjithë sekreti është pikërisht tek hormoni i kortizolit, i njohur gjithashtu si hormoni i stresit, por edhe hormoni i cili kontrollon orën biologjike. Sipas informacioneve, kur trupi e çliron atë, ne ndihemi të zgjuar. Nivelet e kortizolit në të vërtetë janë të larta, sidomos herët në mëngjes. Në këto kushte, kafeina nga ana tjetër rrit akoma edhe më shumë nivelin e saj, por nëse do t'i shtosh organizmit tuaj dhe një kafe, trupi juaj do të prodhojë akoma dhe më shumë kortizol, dhe nëse jo, prodhon më pak. Edhe pirja e shumë kafe gjatë ditës mund të çojë në efekte të tjera si për shembull nervozizëm, pagjumësi, aritmi e të tjerë. Por atëherë cila është koha ideale për të pirë kafe? Ka lajme të mira për ta pirë kafe në mënyrë të moderuar. Koha më e mirë pikërisht për të pirë kafen është ajo pas mëngjesit. Ora ideale do të ishte ora 9:10 paradite. Kjo orë rekomandohet jashtëzakonisht shumë, sepse në këtë moment vlerat e kortizolit janë të ulta dhe është ora në të cilën pothuajse janë zgjuar dhe kanë dalë nga shtëpia. Në këtë kohë jeni edhe shumë orë larg pasdites, kur kafja gjithashtu nuk është shumë e rekomanduar për stresin që ajo mund t'ju shkaktojë. Ora 9:10 të mëngjesit është pikërisht koha më ideale për të shijuar një filxhan kafe me miqt ose vetëm nëse doni qetësi. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!